Nga brenda dhe jashtë shtetit, artistë dhe qytetarë të shumtë të mblodhen sot në Tetov për t'i dhënë lamtumirën e fundit këngëtarit Shpat Kasapi. Homazhi u bë në Pallatin e Kulturës në Tetov, ku fjalët e fundit u shkruan në librin e Zis. Salla e madhe ishte e vogël për t'i zënë të gjithë ata që erdhën për t'i shprehur ngushëllime. Ceremonia u udhëhoq nga tekst shkruesi Avni Çaili. Ai tha se priste që të promovonte projektin e ri të Shpat Kasapit dhe jo t'ja jepte lamtumirën e fundit. Por me lot në sy i bëri të gjithë motra e Shpatit Jehona. Ajo madje ia dha Shpatit një premtim se do ta ruaj birin e tij Roelin si sytë e ballit. Sot me zemër të thyer jemi mbledhur këtu për të dhënë lamtumirën e fundit vëllaut tim dhe tuaj, Shpatit. Është shumë e vështirë të gjej fjalët që mund të përshkruajnë dhimbjen që ndjej, sepse kjo humbje nuk është e thjeshtë. Është një humbje e një pjese të shpirtit, e një zëri të mrekullueshëm, që na ka shoqëruar gjithë jetën. Por të pushtuar nga dhimbja u shfaqën edhe kolegët e Shpatit. Shpati ka qenë një djalë i pashëm, një djalë gjithmonë i buzëqeshur, një djalë që të gjithë e ka dashur. Dhe se di ndjem momente shumë vështira, sepse unë e njoh Shpatin që fëmijë, e kam thënë se meritori më i madh që grupin e Leta 5, grupin tim e njeh e gjithë popullata jashtë kufive të Maqedonisë, është meritet madhit babait të Shpatit, Naim Kasapit, i cili ka qenë një ardashës i madh. Dhe gjithmonë grupi do të jetë falënderues familjes Kasapi. Në këtë skenë, pikërisht këtu, ku unë dhe Shpati kemi filluar për herë të parë së bashku. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë. Ka qenë fillimi ynë, ka qenë vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si fëmijë, si artist, ku kemi ndarë ëndra, frikë, gëzim. Këtu kemi rritur talentin, shpresat dhe miqësinë tonë. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë, ka qenë fillimi ynë, ka qenë vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si fëmijë. Ngushëllime shprehu edhe i pari i Tetovës Bilal Kasami. Unë veç do them që ndoshta më shumë t'i vlen thënia që Zoti Perëndia i merr pranë vetes ata që më shumë t'i don, për më shumë që ndoshta kjo botë pa drejt nuk e meritonte Shpatin, prandaj Zoti e mori pranë vetes më herët që ne e pritëm. Prandaj ne ndjejmë dhimbje që nuk do ta kemi në mesin tonë. Pas Pallatit të Kulturës, ngushëlluesit shkuan drejt varrezave të qytetit të Tetovës, ku Shpat Kasapi u përcoll për në banesën e fundit.